Zbardhen detajet e reja nga hetimet për rrëmbimin dhe zhdukjen misterioze të 34 vjeçarit England Koçi, ndërsa kërkimet për gjetjen e trupit të tij vijojnë. Policia ka shoqëruar një shofer karrotreci, i cili dyshohet se ka transportuar automjetin ku mbahej njeriu. Sipas burimeve hetimore, autori i dyshuar i ngjarjes 41 vjeçari Armand Shakaj, i shpadur në kërkim nga policia, dyshohet se ka përdorur një karrotrec për të lëvizur automjetin me qëllim që të mos ngjallte dyshimi gjatë transportimit. Shoferi i karrotrecit kanë deklaruar para grupit hetimor se automjetin e kishte lënë pra një servisi në zonën e Ibës, pasi Shaka i kishte thënë se makina kishte mësuar defekt. Sipas hetimeve paraprake, transporti i automjetit ka ndodhur në 6 qershor, 2 ditë pas zhdukjes së England Koçit. Ndërkohë, gjykata e Tiranës ka lënë në masën e sigurisë arrest me burg 25 vjeçarin Enea Zyferi, kamarier në lokalin e Armand Shakajt. Gjatë dëshmisë së tij para gjykatës, Zyferi ka deklaruar se e ka parë England Koçin të hynte në lokal ditën e zhdukjes, por nuk e ka parë më të dilte prej tij. Ai ka treguar gjithashtu se atë ditë Armand Shakaj kishte kërkuar të fikte dritat e lokalit, pasi do të nxirrte jashtë një frigorifer të madh. Sipas dëshmisë së kamarierit, një ditë më vonë, Shakaj kishte kërkuar të lante automjetin në një zonë larg lokalit, pranë fundit të bulevardit të ri, vend ku më pas ai u lokalizua dhe u ndalua nga policia. Hetuesit dyshojnë se 34 vjeçari mund të jetë ekzekutuar, ndërsa veprimet hetimore po vijojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Deri më tani është identifikuar vendi ku dyshohet se England Koçi është mbajtur peng dhe është sekuestruar automjeti që mendohet se është përdorur për transportimin e tij. Policia dhe prokuroria po vijojnë kërkimet intensive për gjetjen e trupit të riut, si dhe për lokalizimin e Armand Shakajt, i cili konsiderohet person kryesor i dyshuar në këtë ngjarje të rëndë kriminale.